që sot filloi se funksionuar i bashkëpunimi ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, përkatësisht One Stop Shop në Blaz dhe Ante Elezit, ku nga 2 pika kufitare u shkri në 1, përkatësisht kontrollohen vetëm hyrjet në shtetet përkatëse. Siç po e shihni prapa meje, administrata e policisë kosovare është postuar këtu tek pika kufitare e Blazës nga pjesa e Maqedonisë dhe pjesa tjetër do jetë e administratës policisë së Maqedonisë. Në një ditë fundjavë pa kolona të shtuara në kufi. Kjo është dita e shumë pritur e një projekti të prolonguar prej vitesh. Në vendkalimin kufitar të Blacës, nga sot më 12 prill 2025, nisi të funksionoj sistemi integruar i një kufiri të vetëm ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Qytetarët shprehen optimist se nuk do të ketë më kolona të gjata të pritjes dhe se do e kursejnë kohën. Besoj se po për gjithë qytetarët do jetë më e lehtë. A udhtoni shpesh? Po udhtoj. Границите трябваше отдавна да се тръгнат. На Балкана да няма граници. Ако сакаш да ме пратиш, еве ти па те пратиме по GPS кај одам што прави. Граници да нема. Me thënë drejtën e mirë, ndoshta ka me qenë edhe më mirë që tash me One Stop. Madje në rastet kur mund të ketë edhe fluks të shtuar, policët janë të pajisur me tablet portativ, të cilët kanë të integruar sistemin e kontrollit kufitar dhe mund të verifikohen me shumë vetura në një rresht. Sigurno bi bilo pa dobro. Koliko često patuvate? Колко sigurno 2-3 pati mesečno. Ska, ma mirë, du të më konë kontrollat. Pa konë kontrollat nuk bën. Se kalon gjithçka këto. Ma mirë është më konë nën kontroll gjithçka. Да, няма да се губи време да чекаме на 2 гранични премини и со цел ќе стигнуваме побрзо до нашата дестинација. Koliko često patuvate? Па, спрема Косово, еднаш до 2 pati mesečno. Për këtë ngjarje, qeveritet e dyja shteteve mbajtën një ceremoni. Në fjalimet e tyre thanë se do të forcohet fqinjësia, por edhe ekonomia duke kursyer kohën e udhëtarëve, mallrave dhe shërbimeve ndërshtetërore. Денес овде на најдобар начин покажуваме дека границата не мора да биде зид. Границата може и треба да биде наш заеднички мост. Мост кој поврзува луѓе, идеи, можности. Мост преку кој се зборува за доверба, соработка, економска размена, развој на културата и туризмот. Мост што ќе го преминат милиони граѓани, но и милиони надежи и милиони планови. I iniciuar në vitin 2021, modeli I ri I pikkalimit të përbashkët kufitar në Blaz, I bazuar në parimin hyrje-hyrje, është shembull I përparimit konkret e praktik dhe shenjë e rritjes së mirëbesimit midisnesh. Tani e tutje, qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës, ndërkaq të dhënat do të shkëmbehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. Sipas autoriteteve kufitare të dyja shteteve, gjatë vitit 2024 mbi 5 milion qytetarë kanë kaluar në 3 pikat kufitare ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës.